Mirëmbrëma shikues të dashur të emisionit Në botën e fëmijëve, mirë se po takohemi përsëri. Ramazani është muaj i bereqetshëm, të cilët muslimanët e presin me padurim, duke ju lutur Allahut të madhëruar të ja falë mëkatet dhe t'i shpërblej për veprat e mira. E për rëndësinë e Ramazanit e kemi të ftuar imamin nga Ferizaj, Mustaf Ahmeti. Mirë se erdhe zotri Mustaf, është kënaqësi t'ju kemi në mesin tonë. Mirë se u gjejmë, kënaqësi edhe për ne të jem mysafir në emisionin e juaj Në botën e fëmijëve. Shumë faleminderit. Emisioni nuk është i plotë edhe pa fëmijët në studio, të cilët na solisin çdo herë emisionin. Mirë se erdhët fëmijë, është kënaqësi t'ju kemi në mesin tonë. Mirë se u gjetëm. Faleminderit. Atëherë zotri Mustafa, mundesh më na fol rreth rëndësisë së Ramazanit dhe ky muaj i shajt që është për besimtarët musliman. Bismillahirrahmanirrahim, në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëplot, atë falenderojmë që agjerimin e ka bë muaj të pastërtisë, muaj të arritjeve të larta për besimtarët. Njëherë të përshëndetje të përzemërta i dërgojmë më të dashurit tonë, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i cili na mësoi se si të agjerojmë dhe si t'ja vjelim prytet muaj të bekuar të Ramazanit. Padyshim që të flasësh për një pyetje të tillë, na duhet një minutazh e madhe, por megjithatë, duke pas në konsiderat se jemi me minuta të limituar, andaj do të mundohem sa më shkurt ta përmbledhi përgjigjen. Allahu fuqiplot konkretisht e ka përmend agjerimin në 5 kaptina në Kur'anin e Madhnueshëm, 14 herë gjithsesht, dhe gjithë e dim se në kaptinën Bekare, në citatin ajetin 183, i Madhi Zot Xheleshanu u Xhelaluhu e ka bë obligim, duke thënë o ju të cilët keni besuar, agjerimi është obligim për ju, ashtu siç ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Nuk do të ndalëm të kjo ajet se padyshim keni pas hoxhallar dhe do të ketë që do të flasin lidhur me këtë ajet. Unë do të ndalëm të ajeti në kaptinën Ahzab, që i Madhi Zot Xheleshanuhu në citatin 35 e përmend agjerimin. Ku Allahu fuqiplot thot, vërtet musliman dhe muslimanët i përmend dy gjinit, edhe gjinin mashkullore edhe gjinin femërore, besimtarët dhe besimtarët, adhuruesit dhe adhurueset, ata të cilët janë besnik dhe ato të cilët janë besnike, ata të cilët janë durimtar edhe ato të cilët janë durimtare, ata të cilët janë të përvuajtur edhe ato të cilët janë të përvuajtura, ata të cilët japin nga pasuria e tyre, nga malli i tyre, edhe ato të cilët japin agjeruesit dhe agjerueset. Allahu deri te agjeruesit dhe agjerueset i ka përmend 7 kategori para agjeruesve dhe agjerueseve. E ka përmend muslimanin, sepse agjeruesi apo agjeruesja duhet të jetë muslimane apo musliman, mirë pa mjafton me kaq. Nuk mjafton me kaq, se ka shumë të tillë në botë të cilët janë musliman, por nuk e agjerojnë Ramazanin, fatkeqësisht. Duke mos ja ditur rëndësinë agjerimit dhe duke mos pasur një iman në zemrat e tyre, në shpirtin, në trupin e tyre, që i çon në drejtim të agjerimit. Pra atë arsye ka thënë musliman dhe muslimanet. Dhe më i herë pas kësaj ka thënë besimtarët dhe besimtarët, se po shkon porosia e Zotit Xheleshanu u Xhelaluhu drejt agjerimit, kush e ka obligim. E kush janë besimtarët dhe besimtarët? Janë ata të cilët e adhurojnë Allahun Xheleshanu u Xhelaluhu me namaz, me agjerim, me zeqat,
me lexim të Kuranit të Madhnueshëm, me respekt për njëri tjetrin, me respekt për prindërit e tyre, për babën e nanën, e kështu me radhë. Por mas kësaj adhuruesve dhe adhurueseve e ka përmend cilësinë tjetër që është besnikët dhe besnikët, të sinqertit dhe të sinqerta. E që Ramazani është në besnikrinë tonë. E ka lënë Zoti xhaleshanuhu e xhelaluhu agjerimin të fshehtë. Namazin të gjithë na shohin kur e falim. Ndoshta ne arsyetohemi falim në shtëpi, në dhomë të veçanta që i kemi për falje por sido që t'jetë vije dita e xhuma ku duhet të dalemi në xhami. Vije festa e Fitr Bajramit ku duhet të dalim në xhami, ti bashkangjitemi të xhamatit, vija Kurban Bajrami. Nëse e japim sadakën, zeqatin, kanë për të na pa ata të cilët u japim sadakën apo zeqatin. Nëse shkojmë dhe e bëjmë haxhin, tavafin, kanë për të na pa me miliona njerëz, nga vendi ynë dhe nga vendet tjera, besimtarët dhe besimtarët nga vendet e tjera. Agjerimi është si fshet. Për atë arsye Allahu fuqiplot në këtë citat e ka përmend, do të thotë fshetësinë, besnikrinë e ka lënë të fshet në mes neje dhe në mes Zotit. Por e ka përmend edhe cilësinë tjetër që duhet të jemi durimtar, sepse është një periudhë 13 orë, 14 orë prej syfyre gjerë në iftar të qëndrojmë në lidhje të drejtë për drejtë me Zotin fuqiplot nëpërmjet agjerimit. Çka na duhet? Na duhet durimi. Për t'u larguar nga ato që deri dje i kishim të lejuar në atë interval kohor, sot ka ardhur dita e parë e Ramazanit, edhe ne duhet të abstenojmë. Duhet çka? Duhet durim. Pastaj i ka përmend Allahu fuqiplot të përvuajturit dhe të përvuajturat, sepse kjo dynja dallgët e kësaj bote na ballafaqojnë me smundje, me probleme të ndryshme që ndoshta na lirojnë nga muaji i bekuar i agjerimit, kur jemi të smur për një periudhë kohore, disa ditë, apo jemi të smur në aspektin me smundje të rënda, smundje kronike që do bashkëbisedojmë më vonë për pyetje të tilla. E pastaj Allahu fuqiplot i ka përmend edhe ata të cilët japin, edhe ato të cilët japin në këtë muaj. Është muaj i solidaritetit, është muaj i dhënjes, i sadakës, i lëmoshës. E i ka përmend më pastaj agjeruesit dhe agjeruesit. Çka ndodh tash kur na vije ne muaj i bekuar i Ramazanit? Cila është ai fryti që na jep përveç devotshmërisë? Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Ruajtësit e nderit dhe ruajtësit e nderit. Ramazani është një shkollë, është një adhurim që na forcon moralin ton, edukatën ton, raportet tona me familjarët tanë, me shoqërinë, me njerëzit ku ne punojmë, takohemi për çdo ditë. Do të thotë na përmirëson nderin, moralin ton. Ka thënë Enes ibn Malik, Allahu xhaleshanuhu wa xhelaluhu e ka kriju Xhenetul Firdaus me dorën e tij. Dhe gjithçka çka është punë dore, e ke pa, e ka një kost, e ka një çmim më të lartë. Sa kushton kjo? Kjo kushton, po supozojmë, 1000 euro. Një pikturë se është punë dore. Allahu xhaleshanuhu wa xhelaluhu për Xhenetul Firdaus, po thotë e ka bë Enes ibn Malik, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam e ka kriju me dorën e vet. Për kën? Për ata të cilët janë ruajtësit e nderit, për ata të cilët kanë moral të fortë, e kanë nderin e fortë. E që agjerimi ndikon drejt për drejt në moralin edhe në nderin tonë. Allahu fuqiplot pra Xhenetul Firdausin e ka bë për ruajtësit e nderit, për besimtarët e devotshëm, u ka ndalu idhujtarëve që s'diskutohet ata të cilët kanë besime të kota, të gabuara. Pastaj ku e ka ndalu? E ka ndalu atij i cili është pianec, atij i cili konsumon alkohol, edhe atij apo asaj e cila është mendje madhe. Kisha lutë gjithë atyre të cilët po na dëgjojnë, po na shiqojnë sonte në emisionin e juaj, që
të largohen prej këtyne kategorive, e sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit. Më pastaj, vëdhakirin Allah këthiran vëdhakirat. Shumë përmendësit e Zotit Xheleshanuhu dhe shumë përmendësit e Zotit. Dhe thotë që agjerimi ndikon që gjuhët tona të jenë të lagura gjithmonë në përmendjen e Zotit Xheleshanuhu Xhelexhelanu. E krijon lidhjen direkte me krijuesin. Na bën shumë përmendës, edhe atëherë kur shkojmë në shkollë fillore, edhe atëherë kur shkojmë në shkollë të mesme, kur shkojmë në fakultet, kur shkojmë në punë, kur jemi në pauzë, kur jemi duke vëzitur veturën, jemi përmendës të Zotit. Kush na mëson, cila është shkolla që na mëson, është padyshim shkolla e muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe kur ndodhin krejt këto, adallahu lahum magfiratan wa ajran adhima. Krejt fundi i këtij citatit, i këtij ajeti, thot Allahu Xheleshanuhu ve Xhelaluhu që Allahu ka përgatit falje të mëkatesh dhe i fal adallahu lahum magfiratan, i bën magfirat, i fal, i mëshiron, va fal të mejtat mëkatet e tyre, dhe i ngrit në shkallë të larta, në derezate të larta, në vende të larta në xhenet. Duke qenë se i kemi emisionin me fëmijë, a mundeni më na tregu se çfarë mesazhi ju a jepni të fëmijët të cilët agjërojnë për herë të parë? Fëmijët janë dritë e syve tanë. Kështu i ka përshkruar Allahu Xheleshanuhu në Kur'anin e Madhnueshëm, Qurratul A'yun, është dritë e syve tanë. Sado që ne e shiqojmë dritën e diellit, i shiqojmë dritën e këtyre poçeve elektrike, nëse nuk i shiqojmë fëmijët tanë, nuk e shiqojmë avansimin e fëmijëve tanë, të arriturat e fëmijëve tanë, padyshim që jemi në një errësirë. Dhe fëmijët tanë janë e ardhmja jonë. Fëmijët tanë duhet të jenë pasqyra jonë që ne në të ardhmen të shiqojmë punën tonë, rezultatin tonë tek ta se çfarë kem përgatit, për ku i kem nisë, cili është qëllimi i tyre në këtë botë. E padyshim që muaji i Ramazanit u bjen këtyre një obligim që është para agjerimit, që është para namazit, që është para leximit të Kuranit, që është para sadakës, para lëmboshës. Pikrisht në Ramazan ka zbrit ajeti i parë Kuranit të Madhnueshëm, ku Zoti Xheleshanuhu ve Xhelaluhu tha ikra, lexo. Do thot fëmijëve u dha një adhurim, një porosi tjetër para namazit, para agjerimit, para zeqatit, para lëmoshës, leximin. Që këta fëmijët tanë, elhamdulillah, falenderimi i takon Zotit Xheleshanuhu, që sot në kushte shumë të mira, në shkolla shumë moderne, ndjekin avansimin e mësimit në lëndë të ndryshme. Mirë po, pyetja ishte më konkrete se çfarë do t'ju kishim dhënë porosin tyre në muajin e bekuar të Ramazanit, apo jo? Po. Porosia ime, gjithsesi për këto drita që i kam para syve të me dhe para syve të juaj, që janë mysafir të juaj edhe këta sot, është që ta nderoni, ta respektoni Ramazanin me dije. Fillimisht me dije, me avancim në dituri. Mësoni në shkollën fillore, aty ku jeni, respektoni mësuesin e ju, mësuesin e juaj. Kjo është porosia që juve u jep Ramazani. Është porosia e parë para agjerimit dhe para çdo porosie tjetër. Por megjithatë, pasi që jemi në muajin e Ramazanit dhe ne e dim se ju jeni të ndikuar se fëmijët janë qenie sociale, ndikohen prej prindërve, ndikohen prej shoqërisë, prej rrjeteve sociale, dhe këta ku i shohin prindrit e tyre, baballarët dhe nënat e tyre,
që zgjohen në syfër apo në iftar, ose ndoshta në syfër edhe nuk mund të zgjohen, janë në xhum të thellë, nuk kanë konsumu ushqim gjatë tërë ditës, as pije, automatikisht i shtyn me pyet çka ndodh. Na ka ardhur Ramazani, në Ramazan nuk po bëj ka me ngranë dhe me pi për një periudhë të limituar prej syfyri e gjerë në iftar. Andaj edhe ne kemi dëshirë të agjerojmë si babi, si nana, dhe përderisa janë në mbosh kaq të re, unë u sugjeroj këtyre që fillimisht të fillojnë të përgatiten, sepse për gjëra madhore duhet përgatitje. Shkolla për ta është përgatitja më e mirë, arsimimi. Pastaj për Ramazan duhet një përgatitje, ashtu siç na ka mësuar hoxhallarët tanë të parë, që ne i falenderojmë përzemërsisht që e kanë ruajt këtë fe deri këtu ku jemi ne sot, se ne nuk jemi ata të cilët e kemi sjell deri këtu. Janë hoxhallarët tanë, janë mësuesit tanë, të cilët në për kushte shumë të vështira e kanë prunë këtë këmbë, këtë vend, këtë fe deri këtu ku jemi sot. Andaj, ashtu që na kanë mësuesit tanë, fillimisht fëmijët nuk e kanë obligim agjerimin. Mirë po duhet një përgatitje. Duhet një përgatitje deri në drekë. Ta agjerojnë një herë fillimisht deri në drekë. Vitin tjetër ta agjerojnë deri në ikindi. E pastaj duke afruar obligueshmërisë së agjerimit, të agjerojnë deri në iftar, atëherë edhe kur e kanë obligim kur hynë në moshën madhore. Okay. Hajde Uran. Nga cila moshë duhet të fillojnë fëmijët të agjerojnë? Faleminderit Uran për pyetjen. A të vazhdoj me përgjigje apo kanë me bëllë dhe pyetje tjera? Jo, mundim ne me vazhdo. Faleminderit për pyetjen. Realisht përgjigjen e dhash më herët, mirë po fëmijët e kanë obligim në momentin që hynë në moshën madhore. Te xhinia femërore, kur të vije cikli menstrual, ndërsa te xhinia mashkullore, kur ata e njen veten në rangun që po hynë në rangun e burrnies. Dhe më së miri në këtë rast të din djali edhe vajza se kur e ka obligim agjerimi. Prej moshës madhore e derisa të gëzon shëndetin që e dhuron i madh Zot xhaleshano. Hajde Omer. Cilat janë disa aktivitetet që fëmijët duhet t'i bëjë në Ramazan? Mashallah, Omer e ka vënë një pyetje interesante, cilat janë aktivitetet që fëmijët duhet t'i bëjnë në Ramazan. Padyshim që prindërit duhet të angazhohen për fëmijët e tyre që të kenë një aktivitet të shkëlqyeshëm në muajin e bekuar të Ramazanit. Fillimisht do të ishte mirë që t'ua zbukurojnë shtëpinë me drita, me lodra, që t'ua bën muajin e bekuar të Ramazanit më të dashur, e pastaj t'i marrin fëmijët e tyre në namazet ditore, nga njëherë pse jo edhe në namazet e shtesë, namazet e taravis, që është namazi enkas në muajin e bekuar të Ramazanit. Aktiviteti tjetër që duhet ta shtojnë fëmijët është pikërisht mësimi në muajin e bekuar të Ramazanit në xhami mësohet më shumë se kur. Pse? Sepse muaji i Ramazanit është muaji i mësimit, është muaji i avancimit, siç e potencova edhe më herët, se në këtë muaj ka zbrit urdhri që ne të lexojmë, të mësojmë. Gjërat që fëmijët i mësojnë në Ramazan, ndoshta nuk i mësojnë për 11 muaj të tjerë. Mësimet elementare për fenë, për besimin në Zot, besimin në pejgamber, besimin në melajke,
besimi në librat e shejta, besimi në ditën e llogaridhënies, ditën e gjykimit e kështu me radhë, kushtet e besimit, kushtet e islamit, shtyllat e islamit, abdesin. Këto janë aktivitetet që ne duhet t'i shtojmë në muajin e bekuar të Ramazanit. Pastaj prindit duhet të angazhohen që në muajin e Ramazanit fëmijët e tyre t'i bëjnë që të jenë më social me të tjerë, të jenë më të dhimbshëm. Për shembull, një aktivitet që mundi me bë ju fëmijë të dashur është që të keni ju një ark. Padyshim se secili për jush e ka një ark që i lën disa të holla ditore apo javore. Në këtë muaj është një aktivitet i mirë që ta ndani arkën e Ramazanit. Kjo është një porosi jo vetëm për këta që i kemi këtu para nesh, por për gjithë prindërit që në Ramazan fëmijëve tyre t'u alon një ark të veçantë ku do të mund të grumbullojnë shumë të holla për ta, që ndoshta shuma për ta është 20 apo 30 euro për çdo ditë nga 1 euro apo 50 cent. Nëse ne i llogaritem 50 cent për çdo ditë apo nga 1 euro, nuk na duken shumë, por kur ato vije fundi i Ramazanit, ndoshta për dikën janë shumë. Ndoshta për dikën janë shumë edhe e begaton edhe e gëzon sufrën e Bajramit. Që është porosi që ditën e Bajramit të mos dalim njerëzit që apo besimtarët që mos kenë çka të qesin në tryezën e tyre në sofrën e Bajramit, po dalin gjithë të gëzueshëm. Dhe kur fëmijët e bëjnë një aktivitet të tillë, aspekti social ju ndihmon shumë. Pse gjatë Ramazanit nuk është e rëndësishme vetëm ndalimi nga pirja dhe ushqimi, por edhe agjërimi me zemër dhe vepra të mira. Po porosia e pejgamberit alayhis salatu wassalam është që të mos agjërojmë, të mos abstenojmë vetëm prej ngrëjes dhe pijes, mirë po në Ramazan të agjëron sytë tonë, të agjërojnë veshët tonë, duart tona, këmbët tona, sepse nëse ne ndalemi vetëm abstenojmë prej ushqimit dhe pijes, është ajo thënia e pejgamberit alayhis salatu wassalam që ka të atill që nuk përfitojnë gjë tjetër prej agjërimit të tyre vetëm se abstenimit kanë mbet pa ngrënë dhe pa pi, etjes dhe urijes. Po agjërimi është që ne të na ngrit në majet e larta të suksesit, të arritjeve tona. Fillimisht t'i paraqitem Zotit Xheleshanuhu Xhelaluhu në këtë muaj me zemër të pastër. Allahu fuqiplot kur flet për Nuhun alayhis salatu wassalam në Kur'anin e Madhnueshëm, një profet i Zotit, një pejgamber i Zotit që ka ftuar në rrugën e drejtë në besim për tek Zoti Xheleshanuhu Xhelaluhu 950 vite, ai thot në Kur'an idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ai ju ka paraqit Allahu Xheleshanuhu Xhelaluhu me zemër të pastër. Andaj përgatitja para se me hyjë në Ramazan e kemi obligim që gjithë secili prej nesh të përgatitemi në aspektin shpirtëror. Zaten kur Zoti Xheleshanuhu Xhelaluhu e ngriti Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam lart për në Miraj, e pastroi zemrën e tij nëpërmjet melekut Xhibril. Ne nëse dëshirojmë që të takojmë Allahun Xheleshanuhu Xhelaluhu nëpërmjet adhurimeve tona dhe të dalëm para madhnisë së tij faqebar, duhet fillimisht të pastrojmë zemrën tonë, e më pastaj pse jo dhe dukjen e jashtme dhe rrobat tona dhe kemi obligim që edhe ato të jenë të pasura. Mirë po mos t'i kushtojmë kujdes dukjes së jashtme, se disa njerëz janë fusukute dukja jashtme, duken ma besimtar, duken ma musliman, disa të tjerë kanë problem në dukjen, veshjen e tyre, që t'jenë veshja e tyre të jetë madh, të jetë shtrenjtë. Mirë po Xhibrili alayhis salatu wassalam
nuk janë pastroj rrobat Muhammed Mustafas, as nuk janë ndroj rrobat e tij, por as fizikun e tij, por e pastroj zemrën e tij. Domethënë zemra është aty ku fshihet devotshmëria, ku fshihet sinqeriteti jonë. E për atë arsye ne në Ramazan duhet të ndryshojmë. Ramazani vije për t'i gdhendur shpirtat e besimtarëve, për t'i bë më rob të vërtetë të Zotit fuqiplot. Jo ne të abstenojmë vetëm prej ushqimit edhe prej pijes, e gjuhët tona, fjallori ynë, Allah na ruajt, apo duart e këmbët tona, sytë e veshët tanë të përlyhen me lloj-lloj shiqime, me lloj-lloj dëgjime, me lloj-lloj punë të ndyra në muajin e bekuar të Ramazanit. Edhe pse këto janë të ndaluar edhe jashtë muajit të bekuar të Ramazanit dhe si sinjalizim për ne që na është pranuar muaji i bekuar i Ramazanit, të Zoti fuqiplot është sjellja jonë pas Ramazanit. Ne pas Ramazanit e kemi të lejuar me ngrënë dhe me pi, qysh në ditën e Fitr Bajramit. Mirë po nëse ne kthehemi apo ne nuk jemi të vëmendshëm në fjalorin tonë, në shiqimet tona, në veprat tona, në punët tona, kjo është një shenjë që nuk na është pranuar Ramazanit të Zotit xhaleshanu. Hajde Mali. Pse agjerojmë gjatë Ramazanit? Pse agjerojmë gjatë Ramazanit? Agjerojmë se kemi obligim. Agjerimi i muajit të Ramazanit, e thash edhe në fillim, është obligim që Zoti xhaleshanuhu ve xhelaluhu na ka obliguar me ajet, me citat të Kuranit të madhnueshëm, edhe ftesa se si na ka obliguar është interesant. O ju cilët keni besuar, Allahu i thret besimtarët e sinqert, besimtarët e devotshëm, pa kanë bë obligim agjerimin. Pra nëse ne agjerojmë, ne i themi vetit që në aspektin e besimit jemi në nivel, jemi në rregull. Pse? Po realizojmë këtë porositë të Zotit xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Po ja dalim që ta agjerojmë muajin e bekuar të Ramazanit, që Zoti xhaleshanuhu ve xhelaluhu ju paska drejtu, orientu besimtarve për një obligim të tillë. Më pastaj Ramazani ka dhe shumë dobina të tjera trupore, dhe padyshim që Allahu përderisa na ka obligu, nuk është vetëm një obligim i thjesht që ne ta agjerojmë, të bëjmë rutinë, mirë po ai ka edhe dobina tjera shëndetësore. Është operim pa ndërhyrje kirurgjike. Kështu ka thonë një mjek, një dietar, që agjerimi është operim pa ndërhyrje kirurgjike. Do thotë është edhe përveç obligimit që kemi, është edhe përfitim i shëndetit tonë. Ramazani ndër të tjerash, siç e dim, është edhe muaji i faljes së namazit, gjithashtu edhe leximit të Kuranit. A mundeni më na tregu se në cilën moshë fëmijët duhet të falin namazin dhe në cilën moshë preferohet sipas haditheve të shumta të ja nisin me faljen e namazit? Po edhe namazet dhe obligimet e tjera që fillon të shkruan lapsi për një personalitet i cili është i mequr psikikisht, është musha madhore. Edhe për namaz është musha madhore, padyshim, por ne nëse dojmë që ti përgatitim fëmijët tanë që të jenë besimtarë të mirë, padyshim që duhet të fillojmë më herët. Më herët për përgatitjen t'ja mësojmë mësimin se si falet, fillimisht si të marrim abdes, pastaj si t'i ndajnë rekatët, sa rekate ka namazi i sabahut, i drekës, i kindis, i akshamit, i acis, fillimisht t'i falin vetëm farzet, më pastaj
t'i bashkojnë edhe sunetet e farzet, derisa të arrijnë në nivelin e moshës madhore. Hadithet ka shumëta, unë dua ta potencoj një hadith profetik që pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, luani hekne mallin me fëmijët e juaj derisa ata t'i bëjnë 7 vjet. Do thotë 7 vitet e para janë vitet e lojës, vitet e dashurisë, vitet kur fëmiu jep prindit ta dashurinë pa rezervë, pa interes. Ndërsa shtatçën e dytë ka thënë nga 7 deri në 14 mësoja atë, edukoja atë, urdhëroja atë për namaz. Konkretisht mes shtatçës edhe 14-qes, aty dikon ka kur fëmijët i bajnë 10 vite, ti urdhërojmë që ta falin namazin. Mirë, po kjo shtatçja e dytë, 7 deri në 14, është mësim, edukim që fëmijëve tonë t'ua japim gjitha elementet bazë në lidhje me krijuesin tonë. T'ua mësojmë jo vetëm namazin, po t'ua mësojmë edhe adhurimet tjera, edhe agjerimin, edhe zeqatin, inshallah dënë Zoti Xheleshanu Zele Xhelalu që fëmijët tanë të jenë të pasur, të nxjerrin edhe zeqatin që e kanë obligim të shkojnë të vizitojnë edhe Bejtullahun, shtëpinë e Zotit, Qabën e bekuar e kështu me radhë. Po prej moshës 14 deri në 21, ka thënë shtatçën e tretë, mbikëqyr ata. Vetë mos hek dorë, mbikëqyr. Dhe nga mosha 21 vjeçare, atëherë ti e sheh konkretisht rezultatin e punës tane se çfarë ke bën me fëmijën tanë. A ke aftësu fëmijën tanë për gjitha ato obligime që e presin, jo vetëm në raport me krijuesin, por edhe në raport me krijesat. A është i përgjegjshëm ai edhe për familjen, për prindit e tij, për shoqërinë, për vendin e punës, që do ta ketë një vend punës, për krijimin e një familje, për martesë e kështu me radhë. Faleminderit. Hajde Bura. Përshkruaja muajin e shenjtë të Ramazanit me pak fjalë. Përshkruaj muajin e Ramazanit me pak fjalë. Si ta përshkruaj muajin e Ramazanit me pak fjalë kur ai ka 29 apo 30 ditë që qëndron zbashku me ne, që gjithë secila ditë është ditar për ne në vete. Andaj unë do të mundohna që shkurtimisht ta përshkruaj muajin e Ramazanit me pak fjalë. Muaji i Ramazanit është ligj i Zotit fuqiplot, është obligim. Muaji i Ramazanit është muaji i durimit, edhe muaji i Ramazanit është muaji i përfitimeve të shumta. Është muaji i mëshirës, është muaji i faljes, edhe është muaji i arritjeve ku nëpërmjet agjerimit ne ja hapim vetes një derë të parajsës të xhenetit në botën tjetër. Hajde Mirsa. Mbase ne jemi fëmijë dhe nuk e kemi ende obligim agjerimin, cilat janë obligimet e tona gjatë këtij muaji? Obligimet e juaja gjatë këtij muaji, përderisa ju ende nuk e keni obligim agjerimin, është ajo porosia e parë që e thash në fillim, që u jep agjerimi, që u jep Ramazani mësimi. Ky është mësimi në shkollë, mësimi në xhami, për t'i marrë mësimet elementare për fe. Fatkeqësisht ne po dahet mësimi në shkollë dhe në xhami se do të kishte me qenë mirë që ajo kërkesa e kryesisë së bashkisë islame, miftiu tonë të nderuar Naim Efendi Tërnavës, e ne hoxhallarëve, xhamatlinjëve e popullit të realizohet, ku fëmijët tanë të mësojnë në shkolla për mësimet elementare, për Zotin e tyre, për besimin e tyre, që ne elhamdulillah trashëgojmë prej prindërve tanë, mirë po të aftësohemi sa më shumë
Obligim tjetër juve vajzave është që të jeni afër nënave tuaja, që ato kanë një përgjegjësi të madhe, sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit, pa dashur që ta largojmë përgjegjësinë tonë të gjinisë mashkullore, sepse ajo nuk është vetëm e femra, po me i far fjale ju shkam përdore ma shumë gjinisë femërore, të jeni afër nënave tuaja që t'ju ndihmoni për përgatitjen e syfyrit dhe të iftarit, që lutë Zotin Xheleshanu që djesen që ato derdhin në këtë muaj, i madhi Zot Xheleshanu ta bën detergjent për shlyrjen e mëkateve të tyre dhe ta bën gra që ato të ngjiten drejt xhenetit të Zotit fuqiplot të larta, gjithashtu t'i shoqëroni në namazet kur ato falen, edhe ju gjinia mashkullore djemt, edhe ju të jeni më afër prindërve të juaj, t'i kupjoni sjelljet e prindërve tuaj se çfarë po bëjnë në Ramazan, në mënyrë që nesër, kur po tham nesër, e kam qëllimin të ardhmen e juaj, edhe ju të jeni prind të mirë, të edukoni fëmijët e juaj, të orientoni në orientimet e duara, në besimin e Zotit Xheleshanu ve Xhelaluhu, në mësimet e agjerimit që janë të shumta. Faleminderit shumë për këshillat. Atëherë Hoxh, çfarë mesazhi na kishte jap në fund lidhje me agjërimin e Ramazanit në këtë muaj, po ashtu edhe me sjelljet e besimtarëve pas muajit të Ramazanit, ku siç e dim janë reflektim edhe i punës sonë në Ramazan. Në këtë muaj, për muajin e bekuar të Ramazanit, u kisha dhënë mesazhin gjithë atyre të cilët po na shiqojnë e po na dëgjojnë, dhe në gjithë besimtarëve, kado që janë, gjithë shqiptarëve, sepse ata na kuptojnë më mirë se po flasemi shqip, që të agjerojnë. Sepse agjerimi nuk ka diçka më mirë se agjerimi që e zaventson agjerimin. Ebu Umame, do ta kisha potencu një rast, njëherë kishte shkuar te Muhammed Mustafaja, përderisa ai po e përgatit një ekspedit për luftë, një brigadë për të dalë në luftë, dhe i kishte thënë: Ja Rasulullah, o i dërguar i Zotit, ne dim që Allahu fuqiplot ty ta pranon lutjen, ta pranon duan. Andaj lutë Zotin Xheleshanu Xhelaluhu që unë të bi dëshmor shahid në këtë betejë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte bërë një dua, një lutje, krejt tjetër nga ajo çfarë kishte kërku Ebu Umame. Allahumma sallimhum wa ghanimhum, o Zot, shpëtoje dhe begatoje. 3 herë radhazi kishte shkuar Ebu Umame te Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam për ta bërë një lutje të tillë, dhe 3 herë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ju kishte përgjigjur njëri: o Zot, shpëtoje dhe begatoje. Atëherë, pasi që përfundoi ajo betejë dhe Ebu Umame shpëtoi nga ajo betejë, shkoi te Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe i tha: ja Rasulullah, betejë mori fund, duaja që ti e bëre ishte kundër me ata çfarë kërkoja jon, dhe ajo u realizua, unë shpëtova, çfarë më porosit tani? Tha: agjëro, se agjerimi nuk ka shok. Agjëro, se agjerimi nuk ka shok. Dhe thot, porosia ime për gjithë besimtarët, muslimanët, është që të agjeronin, sepse agjerimi nuk ka shok. Ne nëse jemi në namaz 1 orë, apo 2 orë, apo 3 orë, varësisht kush sa e zgjat namazin, edhe pse këto që po thamë janë me orë, tash është
problem në kohën tonë për shkak të angazhimeve, për shkak. Mirë po, në Ramazan është namazi natës, është namazi i teravis, që janë namazet që zgjatin më shumë dhe besimtarët e kanë energjinë e mbrëmshme, e kanë vullnetin që të realizojnë këtu, por megjithatë është një përfundim, pas disa minuta apo pas disa ore përfundon. Ndërsa kur ne po agjerojmë, jemi në lidhje me Zotin direkt prej syfyre e gjerë në iftar, me orë të tëra, me 13 orë, 14 orë, jem në lidhje të drejt për drejt me Zotin Gjellëshanuhu e Gjellë. Pastaj, këtë muaj duhet ta shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë që është e mundur, sidomos pjesën e fundit të këtij muaji, 10-ën e fundit apo edhe 7-ën e fundit, sepse në të gjendet nata e Kadrit, e që nata e Kadrit është më mirë se sa 83 vite e disa muaj pak muaj, që i jep rëndësi, i jep vlerë jetës sonë, që e nxjerr jetën e një besimtari me vite më lartë se sa jeta e Nuhut alayhis salatu wassalam, që e thash ka thirrë në besim 950 vite të Zotit Gjellëshanuhu e Gjellë. Dhe çka të bëjmë në këtë natë na? Konkretisht njëherë, nëse më lejoni, pse nuk dihet kjo natë sakt kur është. Allahu Gjellëshanuhu e Gjellë, Allahu alem, ai e di më së miri, po e ka lënë këtë natë për arsye që ta nxitë robin, besimtarin dhe besimtarën, që t'jetë më adhurues, që t'jetë ta shtoj intensitetin e punës së tij, të adhurimeve të tij në këto 10 netët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, me qëllim që t'i arrit vlerën jetës së tij. Por Ka'b el-Ahbar ka thënë se kush thot la ilaha illallah 3 herë natën e Kadrit, Allahu Gjellëshanuhu e Gjellë me të parën e pastron e fal. Me të parën e fal. Me të dytën e largon nga zjarri i xhehenemit, dhe me të tretën fjalë la ilaha illallah që e ka thënë fjalën e dëshmisë e fut në xhenet. Ka thënë po kjo nuk ka shumë angazhim. 3 herë kush thot la ilaha illallah natën e Kadrit, s'ka ndonjë angazhim i madh. Thot Ka'b el-Ahbar, keni kujdes se nuk ja mëson Zoti Gjellëshanuhu e Gjellë kujt do me thonë këtë fjalë. Dhe ndoshta ka njerëz që vije e shkon Ramazani, vije e shkon nata e Kadrit, dhe ata janë të regjistruar si musliman, mirë po fatkeqësisht ju ik kjo natë pa thënë la ilaha illallah minimumi 3 herë. Andaj, përësia ime është që të shfrytëzoni Ramazanin, se Ramazani është avokat për ju. Nesër, kur do dalëm para Allahu Gjellëshanuhu e Gjellë. Ne, kur kem ndonjë gjykim në këtë botë para këtyre gjykatave tona, mundohemi që avokatin ta kem të fortë. Në mënyrë që na mbron sa më mirë. Andaj, kur dalëm para Allahut fuqiplot, ngritet agjerimi i Ramazanit dhe ndërmjetëson të Zotit Gjellëshanuhu e Gjellë, që për hatër të agjerimit, që për hatër të atyre orëve që ne kemi abstenu prej ushqimeve dhe pijeve, për hatër atyre sejdëve që i kemi bërë në Ramazan, për hatër të Kuranit, që të na falni. Dhe Allahu Gjellëshanuhu e Gjellë për shkak të ndërmjetësimit të muajit të bekuar të Ramazanit, inshallah do të na falni dhe do të hap derën e agjeruesve, ku në atë derë nuk do të mund të hyjnë ata të cilët nuk kanë agjeruar asnjëherë, vetëm ata të cilët kanë agjeruar. Amin.
Shumë faleminderit Hoxh që kjeve prezent me ne, ndave tër këto informata rreth rëndësisë së Ramazanit edhe jape këshilla të mjaftueshme për fëmijët në studio, por edhe për të gjithë shikuesit tanë. Me ndirë qofshi, ishte kënaqësi për mua që sot të jem në emisionin e juaj, e sidomos me botën e fëmijëve, sepse këta janë dritë e syve tanë, këta janë ardhmëria e vendit tonë. I lutëm Zotit Xheleshanuhu e Xhelelaluhu për fund, ashtu qysh e themi në çdo namaz, në çdo rekate të namazit, atëherë para se të lind dielli në mëngjes, në mes të ditës në namazin e drekës, në fund të ditës në namazin e ikindijës, pasi që të pranon dielli në namazin e akşamit, këtë vë në namazin e jacijës në errësirën e natës, ihdina siratal mustaqim, që rinin ton që të na udhëzon në rrugën e drejtë ya Rabbel Alamin, ata që janë të udhëzuar t'i përforcon besimin e tyre. Faleminderit shumë. Amin. Atëherë shikues të dashur, deri në emisionin e radhës, mirupafshim.